Dhe në çdo rol, interpretimi i tij ishte më i pëlqyri, ishte i përsosur. Florian Binaj është nga ata artistë që konsideron kauzat qytetare si kauzat të tij. Dhe të gjithë ju jeni dishmitar të betejave që ai ka bërë së bashku me të tjerë në mbrojtje të këtyre kauzave. Ai së bashku me bashkëpunëtor, me ekip, kanë ndërtuar dhe paraqesin një nga emisionet investigative më të shikuara, Piranjat, të cilat Edi Rama i tmerrur, i përzuri nga televizioni ABC dhe u zhvendosen tek televizioni Syri. Pra, mund të themi se në këtë kontekst Florian Binaj, së bashku me ekipin drejtues të Piranjave dhe stafin, janë në linjën e parë të luftës kundër korrupsionit. Kundër kësaj dukurie shkatrimtare për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ndaj dhe njëherë ftoj aleatët dhe të gjithë opozitarët, ftoj qytetarët të mbështesin këtë kandidaturë si kandidaturë që i bën nder çdo qytetari dhe kryeqytetit të vendit. Po, Euronews. Përveç kandidatit për cilën juve sapo deklaruat që ka një dakordsi brenda Partisë Demokratike dhe do të negocioni në orët në vijim me partitë e tjera aleate, shtabi i Partisë Demokratike, a keni një vendimarrje se kush do të jenë funksionarët e Partisë Demokratike që do drejtojnë fushatën në mbështetje të kandidatit Flor Binaj? Asnjë hap nuk mund të ndërmirret pa kandidatin dhe do jetë kandidati, qofse kemi rënë dakord për një kandidat të pavarur, kjo nuk do thotë që ne do i diktojmë atij. Do jetë ai që do të gjej ndihmën që kërkon nga forca jonë politike dhe forcat tjera politike. Jemi të gatshëm të angazhojmë pas rënies dakord me forcat tjera politike, të angazhojmë të gjithë potencialet tona që kandidati e gjykon se i shërbejnë fitores tij. Zot Berisha Andon Kello nga ABC News, meqense u deklaruat se Florian Binaj ka tmerruar kryeministrin Edi Rama me emisionin Piranja dhe ka përzën nga ABC News, sa i pavarur është Florian Binaj që punon të Syri televizion? Aq sa që ishte kur punonte tek ABC News. Ka që i pavarur, të garantoj.
nuk e hoqi Edi Rama nga ABC News me fugën e tij, që tani është zhdukur. E ke di gjë për atë fugën ju, keni gjë ndonjë ide ku është ai njeri? Se kërkohet nga skapi. Sipas disa dhanave ai duhet ishte me velin aty. Imagjinoni tani Edi Rams i arratiset, i zhduket, s'mund të them, s'di se ku është. Njeriu më i afërt i tij. Se në qoftë se ka patur njëri i afërt, më të afërt, ishte Enri Fuga. Ku është ai? Po menaxhon paratë e Edi Ramës në dhenat largëta? Ka ik nga skapi? Ku është ai? Ç'është kjo? Errësirë. Vazhdoj. Pra, nuk ishte tek syri, patën kurajo dhe i dhanë hapësirën, por ai ata kishin ndërtuar piranjat, siç e dini ju vetë, tek ABC. Po pse përzuri Sokol Balla, jo Sokol Balla, Edi Rama, sepse aty ka zbatu urdhrin e Edi Ramës. Dhe Enri Fuga, s'është punë e tij, ai sigurisht qëndroi, se dhe mund ta linte, mund thoshte që ja. Atëherë, ju duhet të shtoni pyetjen, a i shërbejnë piranjat interesit qytetarëve? Unë mendoj se i shërben dhe çdo gazetar që merret me investigim dhe ndëshkon dhe jep u thot qytetarëve të vërtetat, meriton respekt pa diskutueshëm. Nuk ka të lidhje me. Ai ishte atje, ata e përzun. Nuk e toleronte Edi Rama, Edi Rama ka të merë. Është i sfazur, po ta vini re ju. Është i sfazur. Ka rënë në është viktim e bëmave dhe gjëmave të tij. Zoti Berisha, Daniela Maloku, Report TV. Krahas Bashkisë së Tiranës, që tashmë ju e deklaruat emrin, janë në zgjedhje edhe 5 bashki të tjera. Si do të procedohet pasi ju ditën e shtunë në përmbyllje të mbledhjes së kryesisë deklaruat se po ashtu do të prisni kandidaturat e pavarura, ndërkohë që drejtuesi juaj politik Bujar Leskaj nuk ka pritur këtë vendim të kryesisë së Partisë Demokratike, por ka zhvilluar mbledhje të kryesisë së Degës në Vlorë dhe ka proceduar, po themi, me mbledhjen e disa emrave politik. Kështu, zoti Berisha, bie vendimi i kryesisë Partisë Demokratike për të mbështetur kandidatura apartiake në 5 bashkitë e tjera dhe do të nxirrni emrat propozuar nga antarësia, apo si do të funksionojë? Tani, partia është parti. Dhe në çdo rast ajo ka kandidatura. Por ka kandidatura, edhe ne këtu kishim kandidatura. Adriana Kalar,